Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postari ka dorëzuar licencën e ofrimit të shërbimit kompanisë fituese Vodafone Albania. Sipas ministrit të inovacionit Gens Polo, investimi i Vodafone Albania tregon besimin që kompania më e madhe në botë e kësaj fushë ka tek Shqipëria. Një ofertë e tillë është një shenjë besimi e Vodafone Group për vendin, për tregun shqiptar aktual dhe për potencialin e zhvillimit të tij. Është besim tek qeveria, organet shtetërore, politikat e tyre të qëndrueshme, si dhe tek klima miqësore për biznesin dhe për investitorët që është krijuar në vendin tonë. Drejtori i AKEP ka vlerësuar mbylljen me sukses të procesit të tenderimit që nxorri fitues kompaninë Vodafone Albania, ndërsa drejtori i përgjithshëm i Vodafone Albania shprehu gatishmërinë e kompanisë që ai drejton për të ofruar shërbimin e internetit 3G në të gjithë Shqipërinë, në një kohë sa më të shkurtër me cilësi të lartë, po ashtu edhe me çmime konkurruese. Kompania Vodafone Albania ofroi 31.4 milion euro për të blerë licencën 3G, shifër gati 3 herë më e lartë se çmimi dysheme i caktuar prej AKEP-it. Shërbimi 3G në celular do të mbuloj 65% të territorit në 12 muaj dhe 85% në një vit e gjysmë. Përdorimi i teknologjive të brezit të tretë të njohura si 3G do të sjellë një kapacitet të lartë në transmetimin e të dhënave në aparatet celular dhe do të rrisë shumë herë shpejtësinë e internetit në këto aparate.